krijimin e institucioneve të reja. Ullëm për të kërkuar një rrugdalje, por nga takimi nuk doli asnjë zgjidhje. Pas rreth një ore gjysmë diskutimesh, Albin Kurti dhe Bedri Hamza u ndan pa marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja. Aktualisht unë nuk mund të them që kemi ndonjë rezultat konkret, ndonjë të arritur që do të mund të ndaja me publikun. Uroj që kjo frymë e konstruktivitetit të mbizotroj edhe në vijim dhe në përputhje me afatet kushtetuese të arrijmë që të konstitutojmë institucionet. Qëndrimi i jonë është që Partia Demokratike e Kosovës për këtë mandat është parti në opozit dhe ne i dëshirojmë sukses Zotit Kurti dhe gjithë atyne që takohen, bisedojnë, të japin vendit institucione, të i përfshi gjitha institucionet. Kurti theksoi se partia e parë ka barën për krijimin e qeverisë së re, ndërsa për zgjedhjen e presidentit tha se përgjegjësia duhet të ndahet nga të gjitha palët. Nuk është as pak e sigurt nëse konsiderojmë që numri prej 80 apo 81, le të themi, deputetëve garanton kvorumin e nevojshëm. Andaj, siç e kemi thënë më herët, që është e nevojshme të kemi 84 apo 5 që të jemi të sigurt për rrugën përpara, njësoj vlen edhe tani. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka deklaruar se partia që drejton do të qëndrojë në opozit, teksa shtoi se përgjegjësinë për krijimin e institucioneve ka lëvizja vetëvendosje si partia e parë. Nuk jemi na pola që neve na bëhen kërkesat, sepse përgjegjësinë për krijimin e institucioneve e ka partia me numrin më të madh të ulësve në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Gjitha parti tjera politike nuk mundën me zgjedh presidentin pa lëvizjen vetëvendosje. Do t'i përgjigjem pozitivisht kësaj ftese. Hamza nga PDK-ja dhe Abdigjiku nga LDK-ja i janë përgjigjur pozitivisht ftesës për takim, ndërsa Gjini i AK-s ka deklaruar se një takim i tillë nuk është i nevojshëm. Për këtë qëndrim, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se ata do të duhej të kishin pranuar ftesën për bisedime. Nuk besoj që është në rregull që një parti e respektuar parlamentare si AK-ja të refuzoj takimin me mua. Të njëjtën ka hyrë në fuqi afati kushtetues për konstituimin e kuvendit. Deputetët e rinj kanë kohë për të konstituar legjislaturën e 11 të kuvendit të Kosovës deri më 7 gusht. Në zgjedhjet e 7 qershorit, lëvizja vetëvendosje mori 53 deputet, PDK-ja 22, LDK-ja 18 e Aleanca 7. E për të kuptuar se çfarë po ndodh me takimin